flitet për gjuhën time. Flitet për gjuhën time që pas kam thënë e pas kam bërë gjëra që askush nuk i bën. Po cilat janë këto? Çfarë kam thënë unë faktikisht? Unë akoma sot nuk e kuptoj se në cilën nga gjërat që unë kam thënë kam bërë gjësendi tjetër përveç se kam komunikuar hapur me publikun. Ka një gjë, ka vetëm një gjë për cilën kam kërkuar ndjesë dhe edhe aty ka qenë një gabim krejt pa dashje, por ama gabim për cilin kam kërkuar ndjesë kur kam folur për autizmin politik. Autizmin politik për të gjithë ata që janë të interesuar dhe mund ta kërkojnë, është një term i përdorur në literaturën politike dhe akademike, nuk është diçka e krijuar për të thyer apo për të lënduar askënd, mirë po, dhe me shumë të drejtë, dhe këtë u desh të gaboja që ta mësoja, prej disa kohësh konsiderohet i papërshtatshëm. Dhe diku kishte mbetur në mendjen time, e doli pa dashje, krejt pa dashje, duke folur. Dhe patjetër që i gjendur në kushtet kur ndjeva se mund të kem lënduar prindër të fëmijëve autik, kërkova ndjesë shumë sinqerisht.